Nga ana psikologjike patjetër që është një sfidë më vete, kalimi në menopauzë, sepse në një farë mënyre kjo grua kupton që ora biologjike e saj ka bërë atë avancimin dhe, si të thuash, ka marrë drejtimin drejt një faze, një cikli tjetër, një etape tjetër të jetës vet. Po del nga faza riprodhuese dhe po hyn në një etapë tjetër të jetës vet. Dhe ndonjëherë është e vështirë të pranohet edhe psikologjikisht, për mos folur pastaj dhe anën e shenjave klinike ose pjesës fizike, që patjetër japin atë mundimin e vet dhe kontributin e vet edhe përkeqësimi e anës emocionale. Çdo grua duhet të jetë e vetëdijshme që cikli ovarial që ne kemi, cikli menstrual që bëjmë, është një cikël që ka një kohë të kufizuar. Do të thënë, vjen në pubertet dhe në momentin që ne shkojmë në menopauzë ai stopon. Dhe kjo është fiziologjike për çdo grua. Çdo grua ka ciklin që varion, ka dhe periudhën se kur do vi menopauza të ndryshme nga tjetra, sepse ne jemi të ndryshëm nga njëri tjetri. Por, sido që të jetë, ne kemi atë mesataren që thamë që pak a shumë e dim kur rreth cilët viteve do të ndodhi menopauza, kështu që duhet të jemi të përgatitur në këtë aspekt dhe patjetër në qoftë se e kemi të nevojshme mund të kemi edhe një konsult ose të bëjmë edhe një këshillim edhe nga ana psikologjike nëse ne nuk po arrim dot ta përballojmë dot mjaftueshëm mirë vetë këtë proces që tham që është fiziologjik. Por çdo individ është i ndryshëm dhe përjetimet janë të ndryshme. Kur është e nevojshme që të bëhet edhe një konsultim nga ana e një mjeku psikolog, patjetër që pse jo, është mirë sepse ndihmon që kjo grua ta përjetojë edhe më mirë këtë fazë shumë të rëndësishme të jetës vet. Përveç menopauzës, një sëmundje tjetër që shpesh është edhe e patrajtuar është endometrioza. A kanë këto të dyja lidhje me njëra tjetrën?